Dje në orën 7:10 në SPB Tetov është raportuar se në rrugën 146 në Tetov kishte shpërthyer zjarr në oborin e një shtëpie, në pronësi të një 84 vjeçari. Nga zjarri ishte përfshirë bari i thatë, ndërsa zjarri është shuar nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarreve në Tetov. Nuk ka persona të lënduar. Dje në ora 10:20 në rrugën Vraqa Gjinoski në Gostivar, zyrtarët policore kanë privuar nga liria një 60 vjeçar nga Gostivari, gjatë kryerjes së ekspertizës pas një aksidenti trafiku, në të cilin ishte përfshirë dhe automjeti i pasagjerëve Opel. Është konstatuar se e drejtonte automjetin në ndikimin e alkoolit, përkatësisht janë matur 1.58 promil alkool në gjak. Dje në ora 14 në SPB Gostivar është raportuar se në rrugën rajonale Gostivar fshati Raven ka ndodhur një aksident trafiku, ndërmjet një automjeti transportues Ford me targa të Gostivarit i drejtuar nga një 31 vjeçar nga Gostivari dhe një motociklete me targa të Gostivarit e drejtuar nga një 48 vjeçar nga fshati Raven, Gostivar. Në aksident, drejtuesi i motocikletes ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në qendrën urgjente në Gostivar. Dje në ora 19 në SPB Gostivar, një 50 vjeçar nga fshati Zhirovnic, me qëndrim në Gostivar, ka raportuar se rreth orës 12:20, para një ndërtese banimi në Gostivar, pas një mosmarrëveshje të mëparshme lidhur me një hapësirë parkimi, është sulmuar fizikisht nga 3 persona, të cilët i njihte. Pas mesnate në ora 1 në SPB Gostivar, një 38 vjeçar nga fshati Senakoz Gostivar, ka raportuar se më 19 gusht 2026, rreth orës 21, në oborin e fqinjit në fshatin Gradec, vajza e saj mitur është sulmuar fizikisht nga një fqinj. Pas mesnate në ora 1:35 në fshatin Banjice Poshtme, zyrtarët policore kanë privuar nga liria një 41 vjeçar, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak nga një 46 vjeçar se para një objekti hotelerik me një mjet të mpret i kishte drejtuar kërcënime dhe ishte përpjekur ta sulmonte fizikisht. Gjatë kontrolleve të kryera është konstatuar se ai ishte në ndikimin e alkoolit, përkatësisht janë matur 1.25 promil alkool në gjak. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresa përkatëse. Dje në Tetov, zyrtarët policor në SPB Tetov i kanë privuar nga liria 3 persona të moshës 62, 41 dhe 44 vjeç, të gjithë nga Tetova. Zyrtarët policor kanë vërejtur se njëri prej tyre po përpiqej të dorëzonte një substancë të bardhë pluhur 2 të tjerëve, të cilët ndodheshin në një automjet të pasagjerëve Seat Ibiza, gjatë përpjekjes për ta ndaluar. Njëri ka sulmuar një zyrtar policor dhe është përpjekur t'ia marrë armën zyrtare. Gjithashtu dhe djali i tij ka sulmuar fizikisht zyrtarët policor. Drejtuesi i automjetit është larguar nga veti i ngjarjes, por më vonë është gjetur dhe privuar nga liria, ndërsa automjeti është sekuestruar. Të 3 personat janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të vijojë para shtresë përkatëse.